Tash ka mbi 15 vite që i trajner, po përveç aktiviteteve fizike, po ashtu edhe në bizneset tjera që merresh edhe me ushqime të shëndetshme, që janë në proporcion me fitnessin dhe aktivitetet fizike. Një person i cili është mirë duke shku, duke u dobësu mirë, ta zëm. Nëse unë vite ti dhe tham, e gëzën du me hik 10 kilogram. Edhe ti ma jep mu dietën, planin, ushqimin, aktivitetet fizike. A mund është i me dalu kur unë po bëj qitë, po të rathoj, po ha ushqime që ti s'mi ke shkru në plan, a e dalën ti prej mënyrës sa po hupi, a e dalën ti prej energjisë tem, qysh mund është me përcjellë, se jo çdo klient është i sinqert. Po, vrehet se treningi mas pari nuk është që duhet. Kur ti hanë ushqim të keq, ti treningi nuk e bën me zemër, nuk e bën me ndjenja. Treningi duhet më bën me ndjenja. Në fitness duhet me shku me ndjenja, duhet me ndje ku jetu shku. Jo veç me shku hajtë se kam pagume, po duhet me hinta. Duhet s'pëdi që me thonë, duhet me përjetu, me mu mishnu me to. Po, duhet me përjetu qatë ushtrim që e bën me ndi muslin që jetu e ushtru. Që kjo është e para. Dhe e dyta dalohet në pesh. Abden i ikin peshorës. Se unë e kom bashkë në hymje të fitnessit, bashkë në hymje mrenda të palestra, jo këtu të recepcioni, për bashkë në hymje, e kom aty ku hinë klientat me njerë, hypin matën edhe hinë mrenda, ose edhe kur të krynë. Me këta që i pënoj pak ma privat që i kam, këta dikush i ikë, hinë mrenda nuk dojnë o matë. Po, edhe trening, thotë valla diçka si jam sot, da kësha mujtë me ndajt veç në pistë vrapimit, në trak, në bicikull, vrejet. Ndërsa të personat që jonë në ushqim serios, kanë honger mirë, jonë asi, ata bojnë edhe pyetje shumë i shë, kanë vullnetin ndryshe për sport. Hajde të bojmë edhe qëto, qitu më dhe pak pesha ma shumë, abdin se vrejet, se kur hanë ushqim të mirë, ti e ki edhe energjinë e mirë. Abdin kur hanë ti keq, ti s'ki vullnet edhe për sport. Bjanë me njerë, edhe vrejet, që tu vrejet mas shumë ti. Të shiko edhe rase tjera që mungan të që ndë një mesaj, nuk pa muj me arë se më ka dalë një punë. A vëdin, mesajët ndryshë.